Djaloshi nga Venezuela që ka parashikuar tërmetin, por nuk parashikoi vetëm tërmetin, parashikoi edhe disa gjëra të tjera që do të mbeteni pa fjalë. Ndiqeni me kujdes sepse është një histori vërtet e çuditshme. Po ndodh kohët e fundit dhe ka ndodhur sot një eveniment që e lidh direkt me këtë zotërin këtu, pra me këtë djalë të ri, që tregohet që është një predictor ose një parashikues ose një profet, si e quajnë profetin e ri. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. E them këtë sepse shpeshherë ju shikoni këto video, shumë prej ju shikojnë këto video, por nuk lidhen me këtë faqe. Nuk ju kushton asgjë. Për ne është një diferencë e madhe, kështu që ju faleminderit. Atëre, zotëria në fjalë quhet Jesus Lopez, ose më mirë El Servidor. Çdo të thotë kjo, sepse ky djali që është djali i ri, është 18 vjeç, 19 vjeç, ka parashikuar, pra është venezuelan, ka parashikuar tërmetin në Venezuela, e parashikoi tërmetin një vit e gjysmë më parë, por jo vetëm kaq, sepse disa pretendojnë që është vetëm një e kanë sajuar, por unë zbulova diçka. Tek faqja e tij zbulova që ai e ka parashikuar para një vit e gjysmë. Madje ai nuk ka thënë eksaktësisht se ku, por tha që do ndodh një katastrofë, pra nga tërmeti në Venezuela. Dhe ndodhi në Venezuela. Normal që ai nuk është se di eksaktësisht, nuk është se duhet ta mbrojë, absolutisht jo. Por njerëzit ndonjëherë, sepse keni me mira njerëz që parashikojnë evenimente që ndodhin, qoftë nëpërmjet ëndrave apo qoftë edhe sepse janë sensitiv. Në fakt ky djaloshi duket që është sensitiv. Është djalosh i ri, e gjeni, siç ju thash, quhet Jesus Lopez El Servidor, El Servitor, me pak fjalë. Sepse sipas gjasave është ai i shërben Zotit, Perëndis, me pak fjalë. Sepse që kur ka lindur, që kur ka qenë i ri, ai ka patur disa vëgime. Dhe vëgimet e tij e kanë çuar pikërisht pra në këto parashikime ose në këto profetizime. Në fakt ai pretendonte se mund të vdisin, pra nga tërmeti në Venezuela, mund të vdisnin mijëra njerëz. Dhe eksaktësisht ndodhi kështu. Nuk vdiqën mijëra njerëz, por vdiqën shumë njerëz dhe mes tyre kishte edhe shumë të plagosur. Por nuk mbaron këtu. Nuk mbaron këtu sepse para disa muajve, në fakt pash edhe video, nëse ishte vërtet ose jo, ai tregonte që do të përhapet pas mondialit, thoshte, me fjalë pas botrorit, do të përhapet një pandemi. Në fakt unë mendova se do të prisim pas botrorit, por ka ndodhur dje, pra sot, sepse në një anije ka ndodhur që është shfaqur ky që nuk i themi dot emrin, ky tipi, okay, që nuk ja them dot emrin, sepse nuk na lejon, është shfaqur ky tipi në një anije. E keni parasysh ju, në një anije është shfaqur një gjë, pra si ai që ndodhi para 3 viteve, dhe ose 4 viteve, dhe e ka parashikuar eksaktësisht ashtu siç po ndodh. E përsëris edhe një herë, nuk më intereson fare kush është, sepse nuk është se mbaj anën e atij, se kush e di se çfarë, absolutisht jo. Por është një djalë normal, është një djalë i ri që ai ka këto vëgime. Në fakt, në një nga videot e mparshme, sepse disa prej videove thuhet që i ka vendosur në privatësi dhe nuk mund t'i shoh dot, por në disa video të mëparshme ai thotë që kur ka qenë i vogël ka patur disa vëgime dhe vëgimet e tij kanë qenë në kontakt me një qenie që sipas tij është Jezusi, siç thot ai, sepse ai beson shumë në të. Dhe është i veshur me të bardhët, por nuk shfaqet si fytyrë, por ka flokë të gjatë, të bardhë dhe një veshje të bardhë. Pra, ky është personazhi që atij i shfaqet nëpërmjet vëgimeve të tij dhe i thot disa evenimente. Keni me mira evenimente që ai ka parashikuar përpara se të ndodhin. Bile unë kërkova se mos kishte ndonjë parashikim për Shqipërinë, sepse ka disa vende të botës që ai ka parashikuar, ku për shembull Italia, Zvicra, Gjermania etj. Dhe po e kërkova shumë gjatë, bile u thash dhe çunave, kërkoni, thash, se mos ka ndonjë fjalë për Shqipërinë ose mos flet për Shqipërinë. Kërkoni Albania se mund të ketë ndonjë gjë. Por nuk gjetëm gjë. Ndoshta ka, por nuk e gjetëm. Megjithatë, doja t'ju pyesja juve. Ju, çfarë mendimi keni? Si është e mundur që një njeri të mund të parashikojë një eveniment, pra një tërmet, sipas gjasave të këtij zotërisë që e ka parashikuar para disa muajve, ndonse edhe para një vit e gjysmë, dhe tërmeti ndodhi pikërisht në Venezuela. Dhe si është e mundur që ai parashikoi para ca muajve që do të ketë një virus tjetër, e keni parasysh ju, dhe pastaj u shfaq tani që ai tha
pas botërorit, por ne pothuaj se jemi pas botërorit. Pra si mund ta parashikoj një gjë të tillë? Do t'i them diçka. Aty nga vitet 1970 në Itali ka qenë një parashikues i tërmeteve, një parashikues i tërmeteve i cili e kishte bërë me anë të llogaritjeve, ishte një prift. Është folur gjatë për këtë dhe ky prifti u zhduk. Nuk dihet se si, nuk dihet ku shkoi, nuk dihet çfarë bëri, por u zhduk dhe pastaj thanë që u gjendi vdekur diku, nuk e di. Megjithatë, ai tregohet që kishte disa forma matematikore dhe geometrike, madje dhe geologjike, që kishte mënyrë se si mund të parashikonte tërmetet. Dhe kishte parashikuar deri në atë moment, para kur ishte gjallë 113 tërmete. Është një histori e vërtetë, kemi folur dhe në emisionin Enigma, por doja t'ja u tregoja këtu sepse ka disa që kanë veti pra për të parashikuar disa gjëra, sepse ndoshta e bëjnë me anë të disa vëgimeve ose ndoshta me anë të disa formave matematikore ose ndoshta të disa halucinacioneve pak rëndësi ka, por që janë afruar shumë, disa i kanë gjetur dhe pse jo, ky zotëri që thash më përpara, ky djalosh i ri, pra ky Jesus Lopez El Salvador ose El Servitor, më falni, të mund të mos gjej, pse nuk mund mos të jetë një njeri me fjalë me këto veti. Për çfarë arsye? Sepse shumë njerëz tani e kanë filluar që ta demaskojnë ose ta ofendojnë, sepse thonë që është vetëm një sharlatan, ose disa thonë që i ka të kombinuara. Pra, ato ndodhin, ai thot në mënyrë kriptike këto që mos kuptojnë dhe pastaj thot ja ndodhi. Nuk është e vërtet, unë për aq sa pash ato çka ka thënë janë të vërteta, megjithatë do të dëshiroja një mendimin tuaj, çfarë mendimi keni ju? Bile do t'ju them. Një grua para disa viteve, një grua shqiptare, kishte parashikuar disa evenimente dhe e kishte shkruar në emailin tim. Disa evenimente që kanë ndodhur vërtet dhe disa të tjera që do të ndodhin. E nuk e kam bërë publike këtë sepse po mbledh materiale për ta treguar edhe publikisht, nëse ajo është dakord, sepse nëse nuk është dakord nuk mund ta them, por përpara disa kohëve, pra kur kam folur dhe kam komunikuar me të, ajo nuk dëshironte që të bëhej publike, sepse tregohet që ajo flet me ëngjëjt ose kontakton me disa forma të tjera jete që nuk janë njerëzore. Megjithatë, ata e informojnë se çfarë do të ndodh dhe ajo her pas here më shkruan disa emaile ku i kemi me data, kujdes, me data të përcaktuara dhe të parashikuara përpara se të ndodhin disa, por ato që do të ndodhin ende janë në emaile dhe unë shpresoj që mos të ndodhin, sepse disa nga këto janë të rënda, por le ta diskutojmë dhe nëse mes jush ka njerëz të tillë pra që kanë si mund të quhen halucinacione ose kontakte me forma të tjera jete ose kanë parashikime ose janë profetizues ose imagjinues të një evenimenti që do të ndodh, do t'i lutesh që të shkruani këtu ose në email, në emailin tim personal që ta diskutojmë, sepse ndonse disa i marrin këto si fantazi, disa kujtojnë me të vërtet që janë reale. Kështu që diskutimet e përbashkëta padyshim do të na çojnë në një rrugë më të përafërt. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.